me një trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët Genci Busha, Alfred Konomi dhe Vladimir Ciapi. Gjykata e Fierit ka dhënë drejtësi për një nga ngjarjet më të rënda të 2 viteve të fundit në Fier, vrasjen e vëllezërve Kurtaj në kurjen të Roskovecit. Burgim të përjetshëm për ekzekutorin Altin Kuka, ndaj të cilit prokuroria ngriti 2 akuza, vrasje në rrethana të tjera cilësuese dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve dhe municionit luftarak. 27 vjet burg për Mauricio Kukën për akuzat vrasje në rrethana të tjera cilësuese, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit, prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje armëve të ftohta, plagosja e lehtë me dashje dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. 30 vjet burg për Ervis Kukën për 3 akuza, mes të cilave vrasje në rrethana të tjera cilësuese. Dosja e Altin Kukës dhe 2 djemve të tij rriti në gjykatë një vit më parë ku prokuroria e Fierit zjarrit për publikun edhe dinamikën e krimit. Pak para se të ndodhte ngjarja, i pandeuri Ervis Kuka ka patur një konflikt fizik me djemtë e viktimës Gramoz Kurtaj, si dhe ka qelluar me pistolet kundrejt tyre dhe viktimës. Pas komunikimit telefonik, 2 të pandeurit, Mauricio Kuka dhe Ervis Kuka, janë takuar dhe ky i fundit i ka treguar ngjarjen. Armën e zjarrit automatik luftarak i modelit 56, me të cilën i pandeuri Altin Kuka ka qelluar viktimat Gramoz Kurtaj dhe Vladimir Kurtaj, i pandeuri Ervis Kuka i ka lënë në kasollën për bripularism, me qëllim për t'i marrë në vijim i pandeuri e Mauricio Kuka. Ky i fundit, pasi ka marrë armën e zjarrit automatik luftarak, ka shkuar në vendin ku ndodheshin viktimat. Ka frenuar me një herë para lokalit të tyre, ka marrë armën dhe i ka mbushur karikatorin e saj, duke nxitur të pandeurin Altin Kuka të qellojë me breshëri drejt tyre. I pandeuri Altin Kuka ka shtënë ndaj viktimave Gramoz dhe Vladimir Kurtaj me armën e zjarrit automatik luftarak, të cilën ja mori nga dora të pandeurit e Mauricio Kuka. Thuhet në dosjen e prokurorisë së Fierit. Altin Kuka, sot 51 vjeç, së bashku me djemtë e tij Mauricio dhe Ervis, vranë me armë zjarri vëllezërit Vladimir dhe Gramoz Kurtaj në Kurjan. Ngjarja ndodhi në shtator të vitit 2024, pas një sherrri që nisi mes djemve, Ervis Kuka në ato kohë 21 vjeç dhe Mauricio Kuka 18 vjeç. Në gjyq për ngjarjen, prokuroria e Fierit çoi edhe 5 shtetas të tjerë të morë zyka për përkrahjet e autorit të krimit, babai i këtij të fundit në fshatin Cukalla të Beratit për armbajtje pa leje, babai i autorit Altin Kuka dhe 2 kushërinj të autorëve.